trajneri Edi Martini e ka gjetur tamam atë ilaçin e duhur për ekipin, është një trajner që e ka provuar edhe si lojtar, por edhe si trajner dali kampion. E dim mentalitetin e Shkodrës, është shkodran dhe mund të them që ai dhe bashku me ekipin mendoj që këtë vit, shpresojmë gjithë edhe në Shkodër, po edhe unë që më në fund të jetë ajo çështja mjetore kampionati. Ekipi të Tiranës, mund të them ekipi më i dobët deri tani në kampionat, por deri tani në letër, se në fush me ardhjen e trajnerit të njohur Gersheu, ai e njeh atë mentalitetin, kampin Bardhë dhe Blu, dhe sot mendoj që mund t'i japit atë mentalitetin dhe atë karakteret që ka ai trajner si Gersheu mund t'i japin edhe skuadrës. Është një neshje, mund të them, Vllaznia në vend parë, Tirana në vend fundit në letër, por në lojë do ta shikojmë sot. Shpresoj që Vllaznia të fitojë, po të lajm të fushës sot. Dali më i fort i Vllaznisë për ta kthyer titullin Shkodër pas një mungese prej afro 3 dekadash? Rivali më i fortë është e para është vetvetja.